dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për gjithë ju që s'më njihni, unë jam Lori dhe si gjithmonë do të jem këtu me ju për t'ju treguar një histori të vërtet krimi. Nëse jeni të apasionuar pas historive true crime ose misterioze si puna ime, atëherë ju rekomandoj që të bëni një subscribe për të qenë gjithmonë të azhurnuar mbi videot e reja. Ju kujtoj që qëllimi i këtij kanali është informativ dhe jo gjykues ndaj personave që marrin pjesë në këtë histori. Më shumë se 7.000 persona pan Valeria Marquez të humbte jetën në TikTok. Mi chiama Erika e mi dice: ehi tesoro, è che ti portano qualcosa e che non so cosa. Valeria Marquez, 23 vjeç, krijuese përmbajtjesh për platforma digjitale dhe e njohur si Valeria e TikToker. Historia e të cilës është e mbushur plot me vrimat të zeza dhe ende e pashpjegueshme, por vetëm 2 ditë më vonë, një vajzë tjetër e njohur si Mona pati të njëjtin fat si Valeria. Një kurrier paraqitet përpara shtëpisë së saj dhe i kërkon të konfirmojë identitetin dhe në atë moment goditet me armë zjarri. Është e pabesueshme sepse pas Valerias dhe pas Monës u shfaq një model i qartë i influencerëve që po vriten nga atentatorët në Meksik. Në historinë e sotme do mundohem të rindërtoj gjithçka çfarë ka ndodhur, të flasim mbi historinë e Valerias, të flasim për teoritë e ndryshme që rrethojnë këtë histori dhe në një farë mënyrë të japim një kuptim asaj që ndodhi. Pasi kam kuptuar në një farë mënyrë që rasti i Valerias nuk ishte i vetmi dhe për mendimin tim nuk do jetë as i fundit. Valeria Marquez ishte një influencere e lindur në Xhalisco në vitin 2001. U rrit nga një familje punëtorësh dhe që e vogël pëlqente të priste flokët e kukullave dhe të luante parukierën. Kishte pasion fytyrën, flokët, trupin. Ishte padyshim shumë e bukur dhe në moshën 16 vjeçare mori pjesë në fushata mode dhe kjo mundsoi të punonte si modele dhe të hapte dyqanin e saj të parë. Në vitin 2021, në moshën 19 vjeçare, Valeria fitoi një konkurs bukurie, Miss Rosto, dhe kjo gjë e futi në botën digjitale. Që në fillim pati sukses në internet, filloi të krijonte përmbajtje mbi bukurinë, tutoriale për make-up, vlog dhe arriti 1 milion ndjekës si në TikTok dhe në Instagram. Sa për ta ditur, profili TikTok i Valerias nuk ekziston më, ose për qenë më e qartë, në momentin kur është regjistruar kjo video, profili i saj TikTok nuk ishte ekzistent. Pasi në një farë mënyre vdekja e saj ndodhi live dhe nëse ti shkel rregullat e TikTokut, pra ke publikuar diçka shumë të rëndë, diçka shumë të keqe, faqja jote do të mbyllet automatikisht. Edhe pse ajo e gjora nuk është se zgjodhi të vdiste live. Por le të shkojmë pak te dita fatale kur fama e Valerias u bë globale. Më 13 maj në orën 5:24 minuta të pasdites, Valeria publikoi në Instagram se do të dilte live në TikTok. Dhe gjatë transmetimit live në TikTok, ajo tregon një episod paksa kurioz. Thotë që në momenti kur mungonte në dyqan, pra kur nuk ishte në dyqan, kishte arritur një kurrier dhe dëshironte që t'i jepte një pako personalisht Valerias. Pra, ato pako duhet ta merrte vetëm Valeria në dorë, asnjë nga punëtorët e tjera. Dhe gjatë transmetimit, kur po bëheshte ky live në histori, Valeria përmend një vajzë e cila quheshte Erika dhe Erika i thot Valerias që "Hej zemër, po të sjellin diçka dhe është një kurrier që dëshiron që të jap një pako personalisht për ty." Por Valeria në përgjithësi ishte mësuar me të gjitha dhuratat që i bënin fansat e saj dhe në moment u bin. Facendo delle cosette e mi chiama Erika e mi dice: ehi tesoro, è che ti portano qualcosa e non so cosa, ma beh, vogliono consegnartelo personalmente. E io, ah beh, arrivo tra circa un'ora. E poi hanno detto: ah no, è che meglio che aspetti che arrivi lei perché è molto costoso. A me chi mi va a regalare qualcosa. Gjatë transmetimit live, ajo merr dhe një kafe Starbucks dhe një arush në formë ndërkuci si dhuratë nga mikja e saj Vivian, që disa kohë më parë kishin pasur një grindje shumë serioze. Vonë dera bie përsëri dhe ishte pikërisht kurrieri që donte të dorëzonte një pako personalisht Valerias. Dhe në video duket qartë që Valeria është shumë e shqetësuar dhe shumë në ankth, por gjithsesi përpiqet të ruajë qetësinë. Në transmetim dëgjohet një burrë që e pyet: "A je ti Valeria Marquez?" Ajo mbyll zërin e videos dhe thot po, dhe menjëherë pas kësaj dëgjohen të shtëna armësh.
pamjet ishin vërtet tronditse. Unë gjithsesi nuk do t'i publikoj pamjet në video sepse ishin vërtet makabër. Por ajo që të bën më shumë çudi ishte fakti se një fytyrë që shfaqet në fund të videos pas vdekjes së Valerias. Ajo merr telefonin dhe mbyll transmetimin me qetësi të plotë. Ishte pikërisht Erika, e njëjta vajzë që kishte njoftuar më parë për kurrierin dhe reagimi i saj ishte epik, sepse reagimi i saj nuk ishte reagimi i një mikeje që sapo kishte parë një vrasje. Pamjet e kamerave të sigurisë tregojnë që kurrieri ishte i shoqëruar dhe nga një person tjetër që ishte akoma i pa identifikuar. Por gjëja më e çuditshme është se si është e mundur që të mbyllet një transmetim live në TikTok gjatë një vrasje me atë lloj qetësie. Prokuria e Xhaliskos po heton mbi rastin dhe rasti është klasifikuar si feminicid, dikush që të vret sepse je grua dhe i dyshuar kryesor ishte Ricardo Ruiz Velasco, i njohur ndryshe si El R dhe ish i dashuri i Valerias. Ricardo Ruiz Velasco, i njohur ndryshe si El Doble R, El Triple, ishte udhëheq i një grupi të armatosur të kartelit Jalisco Nueva Generation, një kartel i rrezikshëm meksikan. Por gjë më e frikshme ishte se disa ditë përpara vdekjes së saj, Valeria kishte publikuar një foto në Instagram ku thoshte se nëse do t'i ndodhte diçka asaj apo familjes së saj, përgjegjës do të ishte vetëm Ricardo. Ricardo Ruiz Velasco konsiderohet si nga njerëzit më të rrezikshëm të këtij karteli. Në vitin 2012 ishte lidhur me feminicidin e një gruaje, Daisy Arenas, trupi i të cilës u gjet në kanalizimet e Guadalajarës. Ai ishte lidhur gjithashtu dhe me zhdukjen e një influenceri të ri, Juan Luis Lagunas, i njohur ndryshe si Pirata de Culiacan. Dhe gjëja më e pabesueshme është se vetëm 2 ditë më vonë, pas asaj që i kishte ndodhur Valerias, i ndodh e njëjta gjë një influencere tjetër, e cila ishte vetëm 22 vjeç dhe quheshte Lamona, gjë që më duket u përmenda paksa në fillim. Pra, dhe saj i ndodh e njëjta gjë. I vjen një korrier te dera, troket te dera dhe ky fundit e pyet: "Je ti Lamona?" Ajo përgjigjet po. Dhe në momentin që përgjigjet po, ai jep 2 plumba dhe e lë të vdekur në vend. Sulmi është regjistruar nga kamerat e sigurisë që tregojnë një burr me xhinse blu, me kapucë dhe me kapele të kuqe, por ende nuk dihet qartë se cili është. Në vitet e fundit, më shumë se 10 influencer kanë humbur jetën në të njëjtën mënyrë në Meksik. Është diçka shumë e pabesueshme, por hetimet mbi rastin e Valerias vazhdojnë dhe shumë persona i drejtojnë gishtin Erikës pasi pretendojnë që ka qenë Erika ajo që ka ngulur këmbë që Valeria të qëndronte në dyqan. Por disa përdorues të tjerë të rrjeteve sociale kanë dyshimet e tyre mbi Vivian, pasi ishte Vivian ajo që i çoi në transmetimin live Valerias një kafe Starbucks dhe një arush pellushi në formën e dërkucit. Dhe këtë pellush ato e kanë simbolizuar, pra ose në farë mënyrë e kanë interpretuar si rrezik. Pasi në Meksik ti çosh dikujt në shtëpi një kokë derri, i ke thënë një farë mënyrë që do të vras si këtë derr. Vivian nga ana tjetër ka postuar një mesazh në profilin e saj Instagram që nuk ka lidhje në këtë histori dhe thot pikërisht kështu: "Në nder të kujtimit të bukur të Vales, ju kërkoj të tregoni respekt për këtë temë kaq delikate. As unë, as vajza tjetër nuk do të kishim imagjinuar kurrë që do të ndodhte diçka e tillë. Ajo gjithmonë merrte dhurata nga bashkëpunime për punën e saj në estetik, kështu që ishte normale të merrte dhurata. Ata që e njihnin marrëdhënien time me të e dinin që gjithmonë i dërgoja diçka kur ishim live ose kur nuk ishim. Ju lutem ndaloni si fajsuarit të tjerët. Vale për mua ishte si një motor dhe kurrë nuk u t'i bëja keq." Ajo sakson gjithashtu që Erika e mbylli live-in për respekt dhe me çfarë shpejtësie do thoja unë e tregoja të respektin. Por gjithsesi të gjithë janë të pafajshëm derisa të gjendet fajtori i vërtet. Thjesht mua më habiti sjellja e saj, kaq. Prokuria e Xhaliskos ka hapur një hetim, por akoma nuk ka një emër zyrtar si i dyshuar kryesor. Por në disa intervista që janë bërë, prokuria ka thënë që do të merren në pyetje i gjithë rrethi familjar dhe i gjithë rrethi shoqëror i Valerias. Dhe një moment plas një bombë tjetër pikërisht nga një shoqe tjetër e Valerias, që thot pikërisht kështu: "Prandaj shok, bëni kujdes nga se rrethoheni. Keni kujdes nga misit që krijoni, pasi nesër pas nesër mund të ziheni me to, siç ndodhi me to, pasi ishin shumë të zemëruar me njëra tjetrën." Sì, fate attenzione a chi vi circondate,
Fate molta attenzione alle amicizie, domani potrebbero litigare perché loro erano arrabbiate. Kamerat e sigurisë janë analizuar. Transmetimi live i Valerias është marrë në konsiderat si provë hetimore dhe të gjitha pajisjet e saj të rrjeteve sociale janë në duart e hetuesve dhe po përpiqen që të gjejnë ndonjë të dyshuar. Problemi më i madh është se pamjet nuk janë të qarta dhe kamerat e sigurisë në rrugën kryesore të dyqanit nuk janë të cilësisë së lartë dhe imazhet janë shumë të paqarta, por që në fillim është folur për një krim në bazë gjinore, pra një farë mënyre po të vras vetëm se je një grua. Shikoni, në fillim, kur bëj hapjen e videos, them gjithmonë që qëllimi i kanali është informativ dhe jo gjykues ndaj personave që marrin pjesë në këtë histori. Por në këtë rast mund të jem pak sa gjykuese, pasi mendoj që një person me 2 mend në kokë nuk mund ta mbyllte live-in në atë lloj mënyre, me atë lloj fytyre, me atë lloj qetësie shumë të frikshme, pasi ti sapo pe që shoqja jote vdiq përpara syve të tu, dhe ti gjë e parë që bën është shkosh të mbyllësh live-in TikTok. Pra më duket jashtë çdo logjike, pasi nëse mua do më kishte ndodhur e njëjta gjë, mund të paralizohesha, mund të merrja ambulancën, gjëja e parë që do bëja është të fshihesha, pra të mbroja jetën time. Okej, unë them në përgjithësi që çdo person reagon ndryshe ndaj situatave të ndryshme, por kjo gjë më duket jashtë çdo logjike, nuk e di për ju. Së fundmi u mbaj dhe funerali i Valerias, një ceremoni shumë prekse ku morën pjesë familjarë dhe miqtë e saj. Shpresoj që fajtori ose fajtorët e vërtet të dalin në dritë dhe të paguajnë për atë që kanë bërë. Nëse ka diçka të mirë që mund të nxjerrim nga kjo histori, është një paralajmërim për të gjithë. Nuk ka rëndësi nëse jeni gra, nuk ka rëndësi nëse jeni burra, por nëse nuk ndiheni mirë në marrëdhënien tuaj me partnerin, me miq, me të afërt, ju lutem kërkoni ndihmë. Ju lutem largohuni sa më parë të jetë e mundur. Në përgjithësi janë gratë ato që janë viktimat më të dobta dhe në përgjithësi janë po ato gra që nuk largohen nga partneri i tyre ose nga i dashuri i tyre pasi mendojnë që çfarë do thotë tjetri, çfarë do thonë njerëzit, të shpreha që shpesh dëgjoj. Po kujt intereson se çfarë thon njerëzit, pasi njerëzit gjithmonë kanë diçka për thënë. Nëse ti bën keq, njerëzit prapë do flasin keq. Nëse ti bën mirë, njerëzit prapë do flasin mirë. Dhe më mirë ti jetoje jetën si të doj kokra jote i qefit se sa të përfundosh në arkivol. Pasi ajo shprehje popullore nuk është kot, qend let lehin karvanit e cipara. Kështu që me këtë shprehje unë ju përshëndes dhe ne do shihemi në videon e radhës. Deri atëherë, ciao ciao.